Lakmia. Lakmia. Nuk e zënë moti atë që njeriu ka menu me nëreq. Është menimi vorfën kur ban me taku dëshnia. Njeriu është fukara e lyp çdo gjë. Lyp çdo gjë dhe kur lundron në det mirash e nuk e ndal lypen. E pra vllazën, barku I njeriut është I vogël, por lakmin e ka të madhe. E ka aq të madhe sa jeta. Me lyp kur ke buk në botër nuk është nder, por quhet nderi atij që e jep vorfnit me mush barkun. E quhet falënderim për atë që e pranon lëmoshën e atij që e bën mirë. More vllazën. Një jetë ka njeriu. E këtë jetë e harxhon t'u lyp. Lyp për një jetë më të mirë. Po e mira e jetës nuk është ajo që duhet me lyp. Se barku një barkusht, e mushet letë. Po shpirti more vllazën. Shpirti nuk është si barku. E me shpirtin nuk mundesh me dalë në rrugë e me kërku buk për me shtru në botër. Dvacrit ushqen me dashni, e dashnia nuk ushqehet me buk. Ky milet është vujt. E vujtja I ka ditët e netët e randa. E këtë rëndes njeriu po e ndjen fort. Është zemëru vllau me vllaun, me motrën, me nanë e babë, edhe me fëmijë, edhe me tonë botën. E zemra ti ka shku aq larg, deri te Zoti që ka krijuar. Po çka të bën zemra o vllazën? Ta lën sofrën bash e shpirtin të ndan të copash. Mileti është frigu keq. Është frigu nga bota. Nga I afërmi I vetë që e shef si armik, si hasmin e jetës vetë. Nga zemërata që e ka poshtu po ban do lloj punë që nuk I pëlqejnë Zotit. E Zoti e shef. E shef njeriu se si lyp atë që nuk e ngop dhe e lën turitun. I vjen keq, e mshiron, ja tregon rrugën ku duhet me ecë e çfarë duhet me kërku. Po mileti ecën anë ka don vet. E kërkon atë çka don vet. E vetja e njeriu është si hija që nuk të arrit shtatin. Se hija veç hije bën e nuk të bën dritë. Njeriu është fukara. E kjo fjalë është dhimbje. E dhimbja I ka mësu njeriu se nuk I ka bo hiç mirë punët e veta. Njeriu duhet me mësu. Nuk mundet me mësu njeriun.
veç fukarallekit. Mësimet nuk ruan nga i vorpni se e ka strojcën e shpirtit bosh. Me kërku të mirën do të me keni menqëm. E i menqëmi e udhejt fukaron në drejtim ku gjindet boleku. Boleku nuk vlen për me i mush gjepat e strojcat, se vlera e ati është me e madhe, është me e fort. E njeriu këtë vlerë e shpërdoron me paditunin e vetë. Prandaj orë vllazën, me esë në rrugën drejt bereqetit jetës, duhet me u udhëheq nga një mësues që e din këtë rrugë, e njeh shtegun për mos me humbë, e mos me u bë prej të keqit, se i keqi ta zën rrugën, e njeriu nuk është i fort për me u ndesh me të. Se dhëmt të keqit janë më të fortë se dhëmt të njeriut, e grushti njeriut është i vogël për para sulmit të keqit. Mileti do në me kontrolu gjithë shka. Edhe atë shka nuk i përket, e ban nga lakmia. E ban nga lakmia se është lakmitar. Po lakmia mërë vllazën. Lakmia është armiku jetës njeriut. E detet nuk ja ban të bardha, por të mbulu me mere dëshpërimi, i cili e ndryshon drejtimin e jetës, e jeta njeriut duket si malirant për me umbajnë nga shpatullat e tij. Lakmia është si rjeta e marimangës se nuk të shën kur jenë ta. E njeriu i zonë robëve të shefe e ofshan, e nuk mundet me u liruë. Robënia në rjetën e lakmisë është fund e jo fillim. E ky fund nuk vjen prej dashnije, por prej tradhtie. E Mileti tradhtin e ka bo mike, se nuk e din që është e mirë për ta. Kujton ky Milet se duke tradhtu është bo një menç me i fort. Po kjo mençoni është rreziku i tij. Tradhtia është rëna cake. E rëna e saj e ka josh Miletin për me tradhtu gjithë shka, me tradhtu edhe jetën e vetë. Por me tradhtu jetën mërë vllazën, e ke tradhtu Zotin. E Zotit ta ka dhuru jetën dashni, e dashnia kur nuk tradhton, por të përqafon.